Shkojmë te shigjetarët, të cilët janë shenja zjarrit, favorizohen shumë nga Jupiteri në Luan, madje do lozin shumë, do kënaqen, do bëjnë si ata fëmijët që kanë ja 12 vjet që janë rritur, por tashmë duan të kthehen përsëri në etapën e të qenit fëmijë, të lozin me veten, me punët, po jo një lozje e keqe, po një lozje që ata do ndjen më rinor. Dhe do ta dashurojnë më shumë punën, sepse Jupiteri në Luan është në favor të tyre. Dhe bashkëpunimet shigjetar Luan do jenë shumë të mira nga qeshori e tutje dhe mund të themi që shumë shigjetar do gjejnë veten e tyre. Por, në çështjet e dashurisë, loz diku do digjesh, vjen ai Saturni që futet në mes të shkurtit në dash dhe i thot, ti do lozësh, do shkëlqesh, por do të vihet edhe një kërkesë llogarie ose një kusht. Kështu që nga mesi i shkurtit e tutje, këta do para përgatiten në subkonsciencën e tyre që ajo loja që do fillojnë nga mesi i vitit, do ketë një pasojë ose do ketë një përgjegjësi. Kështu që ta kenë marrë në subkonsciencë këtë mësim dhe besoj që të paktën të mos bëjnë gjëra më të egzageruara ose aventura më të egzageruara, por do shndrinë në talente, do ecin shumë përpara mirë dhe mbi të gjitha do nxjerrin edhe një anë të tyre që se kishin nxjerr idealiste. Pra mund të kemi dhe shigjetar që do merren edhe me shoqëri dhe kompani bamirëse ose që bëjnë të mira në përgjithësi për jetën e të gjitha. Dhe Urani që do kthehet përballë shenjës së tyre kjo është akoma dhe më e rëndësishme për shigjetarët. Në prill që kthehet në binjak, shkon në binjak, tashmë është në Deb dhe i ka përmbysur shumë punë shigjetarëve, ka 7 vjet që shigjetari nuk gjen punën e duhur dhe stabilitet në punë, por ikën tashmë Urani dhe në prill futet përballë shenjës së tyre në binjak, trajton që këta të bëjnë gjëra të reja në bashkëpunime, në partneritet, gjithmonë do duan një gjë të re. Kështu që unë nuk do të sugjeroja martesa, përgjegjësi po, por martesa ose punë shumë afatgjatë, sepse këta janë gjithmonë në përmbysje të situatave, të pakta për rreth një periudhë 7 vjeçare. Por këto do t'i themi më vonë. Dhe shkojmë te Bricjapët, të cilët për momentin ndjen të favorizuar si shenjë toke, madje janarin e kanë shumë të mirë se gjithë planetët janë në Bricjap, Afërdita, Marsi, Dielli, s'di që të themu Mërkuri, të gjithë janë aty, por kanë Jupiteri në opozit, dhe të kesh Jupiteri në opozit në gafore do të thotë që ti nuk i ke gjërat në dorë. Mund të kesh shumë situata, mund të kesh talent, mund të kesh para, por nuk ke një privilegj që këto gjëra ti bësh bashkë dhe të kesh ti sukses. Suksesi varet nga të tjerët. Dhe suksesi për Bricjapët do varet nga të tjerë të paktën deri në qeshor. Kështu që duhet kem kujdes me kë bashkëpunojnë, me këtë lidhen, kujt i besojnë, sepse këta që janë përballë mund të jenë miq, po mund të jenë dhe kundërshtar. Kështu që nuk përjashtojnë dhe problemet ligjore për Bricjap që mund të kenë një jetë shumë të rëndësishme. Pastaj Saturni tyre futet në dash, kjo do të thotë që do merren shumë me çështjet familjare, por të futet Saturni në dash nuk është pozicionin e tij më të mirë. Kështu që çështjet familjare për 2 vjet për Bricjapët kanë një tendencë të errësohen pak ose të marrin një shtrëngim. Pra të mos ndjen shumë të lumtur ose të kenë punë shumë për të bërë dhe nuk mund të themi që nëse do duan një shtëpi do ta blejnë kollaj. Ose nëse do duan të rregullojnë një marrëdhënie me prindrit do ta gjejnë kollaj. Ose mund të detyrohen të përkushtohen shumë prindërve. Pra do jenë disi të stresuar. Megjithatë, themi që pastaj me futjen e Jupiterit në Luan do merren shumë me çështjet ekonomike dhe ekonomia do jetë ajo që këta do përfitojnë shumë ose do marrin shumë nga bashkëpunimet e ndryshme, por nga qeshori e tutje. Deri në qeshor gjërat janë pak me kod të kuq. Dhe shkojmë tek ujorët, të cilët më dëgjuan mirë, janë një nga shenjat e arit që do vendosin ekuilibrat me Plutonin që kanë në shenjën e tyre, askush nuk mund të bëj gam kot, as të fryhet, as të bëhet euforik, qoftë Luanët, qoftë shigjetarët. Sidomos Luanët, sado që Luanëve të futet Jupiteri në shenjën e tyre në fund të qeshorit, është ujori përballë me Plutonin dhe është Plutoni që vë rregullat e lojës. Dhe përderisa vë rregullat e lojës, shumë ujore kanë ndier këtë dhe mendojnë që janë ata të privilegjuar për të vendosur rregullat e lojës te të tjerë. Kështu që do ta ndjejnë këtë eufori, megjithëse Jupiterin do ta kenë përballë në opozit. Por duke pasur këtë
euforit të tyre, unë mendoj që shumë gjëra do varen nga këta, qoftë një bashkëpunim, qoftë një martesë. Nuk mund ta përjashtoj faktin që do jetë vit martesësh dhe për ujorët, sidomos mbas qershorit të tutje, vit përgjegjësish, vit bashkëpunimesh të mëdha, por vit edhe revolucionesh të mëdha për ata që duan të përmbysin disa kauza ose duan të luftojnë për disa kauza dhe të përmbysin njerëz të cilët dalin kundër kauzave të tyre, qofshin këto kauza personale, qofshin këto kauza sociale. Kështu që presim rilindjen e një leadershipi të fuqishëm në shenjën e ujorit, mbas qershorit e tutje, ose që në bashkëpunim me ujorët, idetë që japin ujorët, të kemi një tip revolucioni i cili do ndryshoj shumë gjëra në marrëdhëniet ndërkombëtare. Megjithatë, në marrëdhëniet personale kemi bashkëpunime të fuqishme dhe martesa. Plus Neptuni dhe Saturni në shenjën e Dashit janë aleat të mirë me ujorin, kështu që do kemi edhe diskutime dhe ide fantastike që do dalin nga ujorët, që janë tipa që janë pak në pararoj, sepse i parashikojnë dhe i parandin gjërat shumë se njerëzit e tjerë, prandaj janë edhe prototipët e të gjitha shenjave. Nga ana ekonomike do ecin mirë, por kujdes deri në mes të shkurtit. Pastaj gjërat fillojnë edhe fuqizohen dhe marrin drejtime pozitive dhe shkojmë te Peshqit. Më në fund arritëm te Peshqit. Peshqit janë të favorizuar gjysmën e parë të vitit se kanë Jupiterin në Gafore dhe janë një nga shenjat që janë më të favorizuara në dashuri, të paktën deri në qershor. Kështu që kjo që ju them unë duhet mbajtur mirë mend nga ju, vat në vesh, nëse keni tentativa, dëshira, mund thoni kam punë, po nuk u përkushtua tash në një çështje erotike, kjo gjë mund t'ju rikthehet mas 12 vjetësh. Kështu që shikojeni mirë mundësinë e një lidhje të mirë, një bashkëpunimi të mirë me një partner për një ngritjen e tuaj emocionale ose ngritjen e talenteve tuaja, por është periudhë e mirë për fëmijë, për të vendosur dhe për fëmijë. Kështu që çdo gjë që krijoni ju është e favorizueshme, të paktën deri në qershor. Plus dhe deri në mes shkurti Saturni është në shenjën tuaj, kjo ka një shije të hidhur deri diku, sepse është Saturni më i fortë se sa e mundet delikatesa e një peshku të pranoj, por megjithatë Saturni vë disa ligje, do hiki Saturni nga mesi i shkurtit dhe do shliroheni edhe nga Saturni, por do merreni me çështjet ekonomike. Gjithë viti 2026 është tipik ekonomik për ju, edhe Saturni në Peshk, edhe Neptuni në Peshk, dhe mund të flasim që aty do futet pjesa më e fuqishme e lojës tuaj. Pastaj Jupiteri në Luan nga qershori e tutje nuk do të thotë shumë për ju, do merreni shumë me çështje pune, për ditëshmërie, po dielli nuk do ndriçojë në një pozicion shumë të madh. Pra ju do punoni, por dielli juaj nuk do ndriçojë aq shumë, ose siç është ajo fjala, shumë po ndrin ky diell dhe pak po ngro. Kështu që unë nuk është se jam shumë optimiste për 6 mujorin e dytë në shenjën tuaj. Por të paktën jam optimiste për vijueshmërinë e gjithë vitit, që po të bëni diçka në aspektin ekonomik, qoftë me idealizma, qoftë me rregull dhe me striktizma ose me program të fortë, do keni fuqizim ekonomik. Merit, falenderojmë për këtë parashikim dhe urojmë që ti kemi ndihmuar sa do pak dëgjuesit mbase ta dinë ku të orientohen dhe në cilën fushë të jetës të përqendrohen mbase pak më shumë. Ishte kënaqësi.